Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një syfir tepër të lehtë shpejt, edhe në tigan shtojmë pak vaj dhe pastaj shtojmë 3 speca. Po vreni që specat i kam prerë në copa më të vogla që më lehtë të kavërdisen, e në anën tjetër në një pjatë kam shtuar dikon 4 deri në 5 lugë të gjellës me gjis. Këtu do shtojmë edhe një vezë. Vazhdojmë gjizën edhe vezën do ta përzijmë mirë, pra duhet që veza të përzihet mirë me gjizën. Në anën tjetër po vazhdojmë po i kavërdisim specat me pak vaj. Pasi specat të kavërdisen mirë, atëherë e shtojmë gjizën. Dhe pasi të hedhim gjizën, do të shtojmë edhe pak krem për gatim, sepse e bën edhe më të shishme, por edhe më të butë specat me gjizë. Kështu vazhdojmë i përzijmë edhe krejt në fund do t'i shtoj pak kryp. Për shkak se gjiza që po përdor ka kryp, prandaj edhe do i hedh vetëm pak. Edhe kështu e përzijmë, edhe do t'a la për 1 minutë që të vloj pak, edhe pastaj e kemi gati. Në anën tjetër, në një tigan po hedhim pak vaj. Edhe sot kam vendos me i fërgu edhe salshiqe të vogla, por siç mund ta shikoni, secilën salshiqe do t'i bëjmë nga 1 plus kështu në mes. Edhe këto kur do të kavërdisen mirë, edhe do të qelen, bëhen sikur lule. Pra do t'i japim edhe pamje më të mirë salshiqeve. Vazhdojmë pra i përzijmë me lugë derisa na duket që janë gati. Dhe tash po e vreni se si janë hap, pra janë bërë sikur lule të vogla. E pastaj çdo gjë do ta servojmë. Unë për syfirin e sotshëm kam përgatitur edhe çaj. Edhe gjithashtu kam zier vezë. E kam shoqëruar edhe me pak kastraveca dhe domate, por sigurisht që çaji është ai që jep shije shumë. Këto ishin recetat që i kisha përgatitur për syfirin e sotshëm. Shpresoj që edhe juve do ju pëlqejnë. Mundeni me përgatit një syfir të lehtë dhe të shpejtë që e gjithë familja do ta pëlqejë. Kjo ishte e gjitha, mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.